Ata që e mendojnë pushtetin si kali që i kanë hipur e prej të cilit me arrogancë dhe arbitraritet u avështërsojnë jetën qytetarëve, do të ndeshen me gjykimin popullor. Ky është mesazhi i Lulzim Bashës, i rezervuar për rivalin politik, kryeministrin Edi Rama. Qytetarët nuk votojnë pushtetar për t'i hipur kalit, e për t'u dhunuar drejtat, e për të projektuar arrogancë, e për të përkeqësuar një gjendje tashmë të rëndë e të papërballueshme, por votojnë zgjidhje për hallet dhe problemet që kanë. Deklaratat e kryebashkiakut Lulzim Basha erdhën në inaugurimin e rrugës Pasho-Hysa, një investim prej 66.7 milion lek. Kjo rrugë ka qenë tërësisht e amortizuar dhe asnjëherë nuk kishte njohur investim. Sot me ndërhyrjen e bashkisë, do të shërbejë edhe si një arterie e rëndësishme urbane. Ky është qëllimi i ekzistencës së pushtetit, vendor apo qendror. T'ju bëj jetën më të lehtë qytetarëve. T'ju bëj jetën më të mirë qytetarëve. T'ju shërbej qytetarëve, të rrisë cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Përndryshe pse ekziston pushteti? Lulzim Basha rezervoi edhe një mesazh tjetër për qeverinë që sipas tij çdo ditë po e varfëron më shumë këtë vend. Që të ngjitesh është e vështirë. Siç e dim ne këto vite, të arrinim standardet është e vështirë. Të zbresësh është kollaj. Le ta mbajmë mend këtë para se të vijë era tjetër për votimet. Por Partia Socialiste, teksa akuzoi ish-qeverinë Berisha për legalizim të ndërtimeve të jashtëligjshme, i dha përgjigje Lulzim Bashës, duke cilësuar si kryebashkiak që asnjëherë nuk e ushtroi detyrën si i tillë. Sot Luli dhe Saliu gjenden në pozitë të vështirë. Luli, pasi me heshtjen e tij braktis çdo ditë më shumë punën e kryetarit të bashkisë, të cilën për hir të vërtetës nuk e filloi kurrë. Saliu, pasi çdo ditë që deputetët e tij të opozitës gjasme denoncojnë në raste të ndërtimeve të paprishura ende nga i nuk, kupton se sa fajtor është